A I gjeti një çantë të braktisur në pyll. Kur hapi, zemra ju thye në copë za. Gjatë një shërtitje në shkretirën e Kalifornisë, një burr befasohet nga një ulërim që kumbon nga një perua aty pranë. Ajo që ndodh më pas është vërtet e pabesueshme dhe reagimi i tij me siguri do të prek këdo. John e ngatëroi tingullin e mprehtë me tiqarën e një foshnje. Ai ndaloi dhe skanoi mjedisin përreth me mosbesim. Duke e pabesueshme, ai ndodhej rreth 2 milje larg qytetit, duke ecur në shtegun Lookout, një ngjitje sfiduese në Sierra Bates. Ideja që dikush të sillte një foshnjë në një terren kaq të vështirë I dukej absurde. Megjithatë, ulërima e fortë vazhdoi. Një tingull I bezdisshëm që përfundonte me një rënkim të ashpër dhe të vrrullshëm. John e hodhi poshtë mundësinë që të ishte një foshnjë, por e kuptoi se diçka ndodhej në një gjendje të rëndë, ndoshta edhe në rrezik. Edhe pse ishte e vetëdijshëm se mund të përballej me një situatë të rrezikshme, ai vendosi të hetonte. Prej 2 netësh, banorët e Donville, Kaliforni, ishin ankuar për aktivitetin e shtuar të kojotave nëpër qytet. Kafshë shtëpiake po zhdukeshin dhe në zonat përreth lumit e shtigjeve të ecjes, gjurmët e kojotave ishin të dukshme kudo. Ndërsa John u mbështet me një gur për të ngjitur në një pjesë më të lartë të shtegut, dëgjoi përsëri tingullin. Në mendjen e tij, ai krijoi imazhin e një kafshë të vogël që po sulmoi